që nga viti 2024 në komunën e Tuzit ka marrë jetë një ndër nismat më domethënëse në shërbim të qytetarëve, funksionalizimi i transportit publik, si një hap konkret drejt lehtësimit të lëvizjes dhe forcimit të lidhjes me zonave të ndryshme të komunës. Në një kohë kur lëvizshmëria mbetet një ndër sidat kryesore të përditshmërisë, vendosja në funksion e këtyre linjave ka sjellë një ndryshim të ndjeshëm në organizimin e jetës së qytetarëve, duke ofruar më shumë mundësi, siguri dhe qasje në shërbime. Dy linjat e vendosura në funksion tashmë kanë filluar të krijojnë një ritëm të ri në përditshmërinë e banorëve. Linja Tuz-Podgorica operon me 5 orare nisje nga Tuzi, duke filluar nga ora 6 të mëngjesit dhe në intervale të rregullta gjatë ditës, si dhe 5 orare kthimi nga Podgorica deri në orët e mbrëmjes, duke garantuar një lidhje të qëndrueshme dhe funksionale mes këtyre dy qendrave të rëndësishme. Ndërsa linja tjetër e dedikuar për bashkësitë lokale shtrihet në një numër vendbanimesh ku nevoja për transport ka qenë më të kësuar. Në orët e mëngjesit, autobusi niset nga bashkia lokale Omër Bozhaj rreth orës 7:10 dhe vijon në Përdinosh, Milesh, Tuz, Sukruq, Kodër Budan, Nënhelm, Dreshaj dhe Buksan Lekaj, duke përfunduar në Tuz, ndërsa në kthim në orët e pasdites rreth orës 14 djeg të njëjtën rrugë në drejtim të kundërt, duke u mundësuar nxënësve një lëvizje të sigurt dhe të organizuar drejt shtëpive të tyre. Kjo linje operon me 2 orare në mëngjes dhe 2 në pasdite, duke u përshtatur në mënyrë të veçantë me orarin e mësimit dhe duke reflektuar një kujdes të veçantë për kategorinë më të ndjeshme të shoqërisë, fëmijët. Transporti publik në këtë rast nuk është thjesht një mjet lëvizje, por një mbështetje konkrete për arsimin dhe përditshmërinë e familjeve. Fakti që ky shërbim ofrohet falas për të gjithë qytetarët e kësaj komune e bën atë edhe më të qasshëm, duke lehtësuar barrën ekonomike dhe duke nxitur përdorimin e tij si një alternativë të dobishme dhe funksionale. Drejtuesi i ndërmarrjes komunale Albian Sinishtaj thekson se ky është vetëm fillimi i një zhvillimi më të gjerë, duke nënvizuar se në të ardhmen synohet zgjerimi i transportit publik përmes projekteve ndërkombëtare me qëllim krijimin e një rrjeti sa më funksional, të qëndrueshëm dhe sa më afër nevojave reale të qytetarëve të komunës së Tuzit. Ai shton se megjithse ka kërkesa individuale nga qytetarë të ndryshëm, është pamundur që çdo kërkesë të plotësohet, pasi organizimi i linjave duhet të bazohet në nevojat e përgjithshme dhe interesin e komunitetit në tërësi. Sa i përket sidave, ai përmend shpenzimet operative, si rritja e çmimit të naftës, mirëmbajtja e automjeteve dhe kostot e personelit. Megjithatë, thekson se falë subvencionimit nga komuna, këto nuk paraqesin pengesa të mëdha për funksionimin e këtij shërbimi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në seline komunales. Faleminderit se përcjellni aktivitetet tona dhe ne çdo herë jemi të gatshëm, ashtu siç ofrojmë edhe shërbimet tona të tjera, jemi të gatshëm të informojmë qytetarët që të jenë në rrjella me shërbimet tona. Duhet të them se mes shumë kompetenca që janë besuar nga ana e komunës ndërmarrjes tonë, aty hyn edhe transporti publik. Do të thotë transporti publik zhvillohet në kuadër të punëve të rregullta të ndërmarrjes komunale. Siç e din opinioni, komuna apo administrata e komunës para disa vitesh ka siguruar 2 autobus me të cilët ne i sigurojmë apo ofrojmë shërbimet e transportit publik. Duhet të potencoj se 2 vite me radhë shërbimi i transportit publik në territorin e komunës dhe jo vetëm ofrohet falas për të gjithë qytetarët, pavarësisht kategorive. Këtë duhet ta ceki pjesën, do të thotë, më të rëndësishme të transportit publik, ashtu e vlerësojmë ne, e ajo është transporti i nxënësve. Këtë mund ta vëzhgojmë si një politikë publike shumë rëndësi, sepse nuk është vetëm transport publik, por edhe përkrahje ndaj arsimit. E ajo ka të bëjë me transportin e nxënësve.
Siç e dini, komuna e Tuzit ka vendbanime të hapura në territorin e saj dhe transporti publik është shumë i rëndësishëm për të lidhur këto vendbanime me pjesën urbane. E aty pjesa urbane, siç e dini, nënkupton edhe lidhjen me shkollat, me institucionet edhe ato shëndetësore, por në pjesën tjetër duhet edhe aty ta cekim se i kemi edhe linjat në mes të Tuzit dhe Podgoricës. Ato ofrohen në itinerare të ndryshme. Faktikisht i kemi 5 orare vajtje dhe 5 orare ardhje nga Podgorica. Kështu që ne me mbështetjen e komunës, ashtu si dhe në shumë sfera tjera, mundohemi apo të paktën ashtu edhe fitojmë lavdata nga qytetarët që si komunë dhe si ndërmarrje mund të themi ndër të parat dhe ndoshta e vetmja ofron shërbime falas të transportit publik. Mund të mësojmë pak a shumë cilat janë ato zona që mbulohen nga këto linje? Po, si që thaç, këto zona janë bashkësitë lokale në territorin e komunës së Tuzit. Ta them për fillim, linjat e nxënësve përfshin vendbanimet që kanë më së shumti popullat, apo aty ku komuna dhe ndërmarrja jonë e ka pa si më të nevojshme të mbulojnë me transport publik. Ato janë bashkësitë lokale të Dinoshës, Mileshit, Vuksanlekajve, Dreshajve, Nënhelmit, Sukruqit, Vranja, Vllana, Dushici dhe Tuzi normal. Destinacioni i fundit jo, por qendror është Tuzi. Pastaj, sa i përket linjes me Podgoricën, aty duhet ta potencoj një barierë e cila është hasur nga ana ligjore, e cila na ka pa mundësuar që të hijmë në territorin e komunës së Podgoricës. Do të thotë qarkullimi me Podgoricën është po ashtu me rëndësi sepse aty janë institucionet qendrore të shtetit, komunikacioni dhe nevojat e qytetarëve të cilët nuk kanë për shembull transport privat janë shumë të rëndësishme sepse siç e dini shumë qytetarë edhe punojnë, edhe shkollohen, studiojnë apo marrin shërbimet shëndetësore. Por edhe në këtë pikë, do të thotë sa i përket transportit në mes të Tuzit dhe Podgoricës, kemi bërë iniciativa për ndryshimin e atij legjislacionit, i cili në të ardhmen do të na lejojë të futemi në territorin e komunës së Podgoricës dhe të ofrojmë shërbime edhe më të cilësore. Momentalisht, ku është pikë ndalesa në Podgoricë? Kështu, do të thotë pikë ndalesa është në kufirin më të afërt mes Tuzit dhe Podgoricës. Gjithsesi është dakortuar pika të rrethrotullimi i parë tek aerodromi i vjetër, siç e quajmë ne. Sipas jush, a janë këto linja të mjaftueshme për nevojat e qytetarëve të komunës së Tuzit? Mund të themi se plotësisht nuk mund të mbulohet me këto kapacitete i gjithë territori, por të mbuluara janë mjaftueshëm. Të paktën ashtu shihet nga nevojat e qytetarëve dhe nga kërkesat e tyre. Ka disa vendbanime apo bashkësi lokale të cilat nuk janë të përfshira për arsyet administrative, por edhe mundësi kapaciteteve, sepse do të duhej më shumë autobus, më shumë linja, por siç e thash, ka edhe komuna tjera, cilat ose nuk kanë transport publik, ose e kanë me pagesë, kështu që brenda këtyre kapaciteteve, edhe duke llogaritë se komuna e Tuzit është komunë e re, unë do të them se edhe jemi një pishtar sa i përket transportit publik, edhe shërbimeve komunale. Po ka patur ankesa apo kërkesa nga qytetarët për linja të reja apo ndoshta ndryshim në orare apo për të shtuar ato? Po, ka kërkesa, ato gjatë gjithë kohës analizohen, shqyrtohen. Arsyetshmëria e kërkesave nuk duhet të jetë individuale, sepse ka kërkesa individuale, por për fat keq për shkak të një udhëtarit apo pak udhëtarëve nuk mund të krijojmë linja të reja, sepse ato i rrisin shumë shërbimet dhe nuk duam të lejojmë që të ulim nivelin e shërbimeve komunale për shkak të kërkesave individuale. Por, në bashkëpunim me komunën,
përmes projekteve të financuara nga Unioni Evropian, jemi në gatishmëri dhe kemi në procedurë projektet përmes të cilave do të sigurojmë mjete transporti më të vogla për t'i mbuluar edhe këtë zona. Shpritet shumë shpejt se të sigurojmë një automjet si që quhet minibus, me të cilin do t'i mbulojmë edhe këtë zona dhe ta zerojmë orarin e qarkullimit të autobuseve në këtë zona, por edhe me Podgoricën. Do të thotë, ne jemi të orientuar që edhe këtë shërbim ta avancojmë edhe më shumë. Do të thotë do të jetë diçka shtesë edhe krahas autobusave ato do të funksionojnë apo jo? Po, parimisht. Edhe autobuset po. Ashtu është. Parimisht ky projekt e ka si qëllim mundësimin apo lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve të kategorive në nevojë. Por nuk do të thotë se ajo nuk do të përdoret edhe nga qytetarët e tjerë. Do të thotë do të rritet kapacitetet, prandaj ajo linjë do të qarkullojnë dhe do të përdoret edhe nga kategoritë e tjera, pasi shërbimi ofrohet falas. Po sidhet kryesore që ndikojnë në funksionimin e këtyre linjave, cilat mendoni se janë? Vështirësitë, duhet të them, t'i përmendi disa vështirësi, ato janë shpenzimet operative, sepse si që opinioni e din, ato janë rritja e çmimit të karburantit, rritja e mirëmbajtjes e automjeteve, nevoja e rritjes e numrit të punëtorëve, por me subvencionimin e komunës shpresojmë, apo ashtu edhe është, që këto nuk do të paraqesin një problem, edhe nuk do të ndikojnë në cilësinë e shpërbimeve tona. Sa ndikon infrastruktura rrugore dhe komunikacioni në këtë shërbim? Këtu duhet të them se ndikon shumë. Edhe në këtë sferë, në bashkëpunim me komunën, kemi plane për të ardhmen, sidomos sa i përket rregullimit të stacioneve të pritjes për autobus, për të siguruar një ambient pritjes apo ambient infrastruktur të transportit publik me të sigurt, por edhe me dinjitoze. Në të ardhmen planifikojmë se në për vendbanime të sigurojmë apo të rregullojmë disa stacione autobuseve, por shpresojmë se këtë do të ndodhë shumë shpejt, kështu që qytetarët të jenë edhe me të kënaqur me shërbimet tona. Do të thotë në çdo bashkësi lokale, por Po si fillim, ideja është në disa bashkësi lokale, aty ku ofrohet shërbimi i transportit publik, në këto pikat kyçe. Domethënë ajo vertikalja nga Dinosha drejt Tuzit, pastaj Vuksanleka i Dreshajt në Arhelmi, në disa pika kyçe të sigurohen stacionet apo pikat e pritjes së autobuseve. Pastaj në të ardhmen sigurisht se do të vazhdojmë në përputhje me realizimin e projekteve tjera infrastrukturore, ato janë shumë. Në komunën e Tuzit, do të thotë çdo projekt infrastrukturor rrugor do të përfshin edhe pikat e pritjes së autobuseve. Ashtu është një vizion i administratës së komunës, por edhe i yni. Mirë, ndërsa momentalisht do të thotë linjet që ekzistojnë do të thotë tani, kanë pikë ndalesa, apo jo, do të thotë nuk mund të ndalin nga shtëpia në shtëpi, por janë pikat ku duhet pritur, apo jo, nxënësit apo qytetarët. Po, ato pikë ndalesa... Apo me marrëveshje. Nuk është... Pikë ndalesat formalisht janë të caktuara, por kur është në pyetje pjesa jo urbane, pjesa që del nga pjesa urbane e Tuzit, aty ku nuk paraqet një barierë për komunikacionin, sepse në Tuz nuk mund të ndalohet në çdo vend, por janë pikë ndalesat, stacionet e pritjes, aty janë të parapërcaktuara dhe nuk mund të ndalohet sipas nevojës qytetare, por dihet pika e pritjes aty ku kanë gjithmonë, kurse sa i përket pjesës vendbanimeve, fshatrave, jo zakonisht, por ato dihen ku pritet autobusi, janë të caktuara, por nëse ndodh në rast i veçantë, ndalën autobusi, kanë punëtorët tonë, shoferët, gjithmonë kanë mirë kuptim ndaj qytetarëve, kështu që as nuk shkakton pritje apo trafik në komunikacion, dhe ju dalim qytetarëve
përballë edhe në kërkesa individuale kur janë në pyetje ato linjet që qarkullojnë rregullisht. Mi, po tani që 2 vite që funksionojnë këto linja, ka patur ndonjë problematik nga ana e shoferëve apo edhe qytetarëve që kanë përdorur transportin publik? Për fat të mirë, nuk ka pas asnjë problematik. Do të thotë ai qëllimi i mirë, do të thotë ka shku deri në fund, qëllimi i mirë që shërbimi të ofrohet falas dhe fati ka dashur që nuk ka ndodhur aksidente, nuk kem pas aksidente asnjë deri me tani, shpresoj edhe të ardhmen, kështu që i arsyetuar është edhe plani ynë që këtë shërbim ta avancojmë edhe drejt Podgoricës, po edhe në drejtim të rritjes së frekuencës apo itinerarëve të qarkullimit të transportit publik. Po si e vlerësoni interesimin e qytetarëve për transportin publik? Këtu duhet ta kemi parasysh një gjë, si komunë përgjithsisht rurale, qëllimi ishte që të potencohet rëndësia, të popularizohet rëndësia e transportit publik. Prandaj edhe u morë këtë qëndrim politik, le të themi politik sa i përket politikës lokale dhe politikës ndaj qytetarëve për të ofruar shërbime që të rritet populariteti dhe të rritet interesimi apo numri atyre që përdorin autobus. Në fillim, interesimi ishte më i vogël, po me kalimin e kohës, përdorimi i transportit publik është rritur. Prandaj, me rritjen e nevojave apo kërkesave dhe përdoruesve të transportit publik, ne kemi ardhur në atë pikë që të mendojmë ta ngrisim edhe kvalitetin, por siç e thash edhe më parë, edhe frekuencën, por edhe linjet ndaj Podgoricës. E shpresojmë se kjo do të realizohet shumë shpejt. Mirë, dhe për fund, cili do ishte mesazhi juaj për qytetarët të lidhur me transportin publik? Qytetarëve pikës pari duhet i përshëndes, faleminderit, duhet i falenderoj se shërbimet tona i kanë përdorur me përgjithësi, sjellja e tyre është e qytetëruar në nivel të duhur, të vazhdojnë, të përdorin shërbimet tona, ndërsa ne do të mundohemi që të arrisim edhe transparencën, do të thotë të jemi edhe më transparent, ndoshta në të ardhmen të mundohemi ta digitalizojmë, që qytetarët të dinë ku ndodhet autobusi, që mos presin pa nevojë dhe vazhdojmë tutje me shërbimet tona. Shpresojmë se idetë dhe projektet do të realizohen shumë shpejt në të mirë të gjithë qytetarëve. Sipas shoferit të njërës prej linjave, deri me tani gjithçka po zhvillohet në mënyrë të rregullt, pa problematika të theksuara, ndërsa qytetarët shprehen të kënaqur, veçanërisht fëmijët që përdorin këtë shërbim në bazë ditore. Kjo tregon qartë se një iniciativë e tillë ka qenë e nevojshme dhe e mirëpritur nga komuniteti. Përshëndetje dhe juve, mirë se keni ardhur. Gëzohna për faktin që ju jeni ata që nimoni me pa që ka bëhet në malësi, edhe në dorën e parë kanë mundësi tonë qytetarët me pa veprimet punë, e gjanat e mira që ka bëhen si këtu, si për ata që janë diaspor, nuk janë të pakt, po janë gjysa e malësisë atje, me siguri, me kënaqësi, vërenjë, arritjet dhe punët e mira që ka bëhen këtu. Kjo punë ka fillua në emën të komunës, po mendoj që tash 2 vite, nuk është veç kjo, po të mirat e komunës, që se komune e murë me komunën edhe vendosmet që në të uheqim komunën, e kena marrën me një budget zero, kena përrime një budget për disa vite dhe në 13-14 milion, ashtu që janë jo veç ata, po janë punësime, janë punë në infrastrukturë, në rruga, në ujësillsa, me siguri jo veç menimi jem, por gjithkush e shpreh menimin e vetë, unë në të më foli që malësia është shumë ma mirë se qka kenë, edhe është fakt, aja është prapë menaj së ndrimi dhe mendimi jem. E davë zoti që për ditë ma mirë ka me shkua puna, veç tijem nata që do të hohesim komunën e jo dikush i huaj, se gjithmonë dihet i huaj qka të afron, ndërsa i veti
me siguri është me të përklel ma mirë dore e ote se dore e huaj. Ashtu që menoj që është t'i gjanë e mirë, me kënë që edhe gjysa, jo gjysa, po 80% malësis, merren me punë bujësore, e tardhëndat kryesisht i kam prej bujësijet, menoj që kjo punë që e ka afru komuna për transportin publik, tash 2 vite, është e mirë për prindit, të cilët punojnë në bujësi, nuk kanë kohë, e na e bajmë shërbimin ata fëmija, po kush donë si fëmijë, si çdo qytetar, ka mundësi në këto relacionet që ka bajmë, janë 2 autobus, bajnë disa herë si pas nevojë gjiro në ditë, edhe natë, edhe prej natë, edhe gjatë ditët, ashtu që kanë mundësi falas, deri tani të bajnë krejt qarkullimin, si në shkollë, si në qytet, si në Podgoricë, si kudo që kanë nevojë me shkua. Do të thotë transporti është falas për të gjithë qytetarët, pa dallim apo jo? Edhe mund të mësojmë se cilat janë ato relacione, to pika ku ju ndaloni, do thotë. Tash për tash është falas, menoj që edhe ka me kenë ashtu, se komuna është për të mirën e malësisë, e jo për të marrë buxhetin malësorëve të bajnë ata të vorfun, po kjo është punë veç që të nimohet ma shumë për nxënësa, po edhe për moshatare, për të kanë drejt çdo qytetar të shkojnë punën hallë ku kanë qef ata. Unë si shofer i këtij autobusit e kam relacionin, nisem prej këtyn mëngjes, shkoj Milesh, Dinosh, Amërbozhaj, Anasjelltas, atër vazhdoj për Sukruq, Kodër Budan, Narhelm, Dreshaj, Vuksanaj, ashtu gjatë ditët, do më thënë 2 turnë në ditë i kam, edhe natë edhe prej natë. Cili është orari? Orari është në mëngjes nisem prej 7:20, prej Dinoshet e kam në 7, prej Amërbozhaj e kam në 7, në 7:10 e kam në Dinosh, në 7:20 e kam në Milesh, këtu më përrin 7:30, atër vazhdoj në 7:30, në 7:35 jam në Sukruq, në çdo 5 minuta në katon, ashtu që këtu më rrim para fillimit orarit punës shkollës në 7-8 minuta në ora 8. Atër orari tjetër, kur është? Orari tjetër është mas ditët, në 2 ora jam këtu, prej këty nisem për fshatra Sukruq, Kodër Budan, Dreshaj, Vuksalekaj, atër vazhdoj për Milesh, Dinosh, Amërbozhaj, Anasjelltas. Si e shitni, a ka interesim të mjaftueshëm nga qytetarët për përdorimin e autobusit? Kryesisht janë nxënësa, të moshës është në 5. klasë deri në gjimnazin në klasën e 4, ka dhe qytetarë, po me kuvent të realitetin që i shumë ma pak. Është mirë dash zoti që s'ka nevoj, kanë makine, kanë gjenin e mirë, edhe me siguri është arsyeja që nuk kanë nevoj të vozitin në transportin publik, po kanë gjenin e makinë të vete e bojnë punë të tyre si kanë ata qia. Po nxënësat fëmijët, kryesisht janë kënaqur me shërbimin? Nuk e di, besoj që po, unë jam i kënaqur me ta, janë shumë sjellshëm, janë shumë përvujt, munohna. Është diçka që duhet respektuar gjatë vozitjes në autobus? Gjithçka në rregull, jam shumë i kënaqur për moshë që i kanë, janë shumë sjellshëm, janë shumë buzëqeshun, nuk kanë vretje, me kënë që edhe unë mundohem t'i kam i përkujshtim, se nuk kanë i gjanë e vogël, janë 50-60 nxënës të moshës rinore, duhet një përgjithësi shumë e madhe, ti mërsh në dorë fëmijën e dikuj, ti sjellsh prej shtëpit në shkollë, prej shkollës në shtëpi, që të shkojnë ajo punë, jo me përdor telefon, jo me përdor gjana sociale, i përkushtim si me kënë familja apo fëmija vetë, duhet të veprojnë njëri jashtë. Me çfarë vështirësish përballen, ja, por do t'jetë ndoshta edhe kjo përgjegjësia që ndoshta përmendet? Nuk kam vështirësi deri tani, gjithçka shkon puna në rregull, unë prapë e cekë që unë me klienta apo me nxënësa edhe me krejt qytetar jam i kënaqur, s'kam fare vrejtjesh, puna shkon mirë, dash zoti që të vazhdojnë për ditë më mirë. Po sa ndikojnë kushtet e rrugës dhe komunikacioni në respektimin e orarit? Besoj që nuk ka problem. Pak qendra e Tuzit është e okupuar për kalimin në ora 2, për tjetër, po me përkushtime me i kujdes dal nga dal, se 2 minutë nuk ndihmojnë gjatë që të gutena, po shkojmë t'jenë sigurt që të bëjmë punë me përkushtime dhe mos të kemë probleme. Sipas jush, a kanë nevojë qytetarët për më shumë linja ose orare më të shpeshta? Jo, me siguri që të kishin pas më nevojë në konsultim me komunën apo me komunalen e kishim vendosur që me i shpeshtue, por nuk ka interesim tash për tash
nuk ka interesim më të madh. Përmendet që ekziston një autobus tjetër apo jo? Po. Mund të dim relacionet e tija janë të ndryshme apo? Unë i vetë relacionet që kam unë si përgjithësi, relacionet janë ndryshme. Ai tjetër autobus dushis leka i vrane, Matagush, edhe në Tus, përshin e Lëlleni e Zi, dhe në Podgoricë e Llana Sjelltas. Mirë, dhe për fund keni ndonjë mesazh apo porosi për gjithë qytetarët sa i përket përdorimit të shërbimit të autobuseve? I përshëndes të gjithë malësorët e malësorët pa dallim, ju dëshoj punë të mbara në jetën e tyre, mendoj që janë të mirë, veç të vazhdojnë të përcjellin shneti edhe harë janë familje. Unë jam Enesa Dreshaj, e jam në klasën e 6, Ku banon ti? në Koder, Budan. Tregojmë që kur ke filluar me përdor autobusin? Sa kam hi, ditën e parë pak jam trep, më fut, po atër nuk fut, edhe më pëlqej shumë. Mirë, tregojmë ti me autobus shkon në shkollë apo jo? Po, Në cilën shkollë? Në shkollën e Tuz? në shkollën Mahmud Lekiq. Mirë, tregojmë sa e kënaqur je me shërbimet. Shumë, më pëlqej, as nuk vëzi ka dalë, as shpejt, më pëlqen shumë. Po me orar, është i sakt? Po, Mirë, dhe tregojmë, mendon që të vazhdo shëllëntar me përdor autobusin. po, Po ke shok apo shoqe që gjithë së bashku shkoni kështu në shkollë? po. I kam matë gushtat këtu shkon bashkë në autobus të em bashkë edhe, po. Mirë dita, unë që e Melina Dreshaj dhe i kam 11 vjetë Ku banon? në Koder Budan. Mirë, tregojmë tesh që jemi në autobus. Mund të di se do të ti shkon në shkollë në autobus apo jo? Po, shkoj në shkollë gati për çdo ditë në autobus, mira, Po për ndonjë event tjetër e përdor autobusin apo vetëm për shkollë? për shkollë vetëm. Dhe tash sa kohë ke filluar me rrugë me autobus? Tash i vjese, që se ja kom nisë 6 klasë. Po je kënaqur me shërbimet që ofrohen? Po, Dhe je kënaqur gjithashtu mendon se oraret janë të sakta, a ka ndonjëherë ndonjë vonesë apo diçka? Jo. Jo. Po mendon edhe të ardhmen me përdor autobusin? po, sigurisht që po. E si e shet ti, është diçka autobusi, vëzitja me autobus, mendon se është diçka e mirë, diçka që duhet praktikua? Diçka që duhet me ndiko edhe për tjertë. Ky shërbim pritet të zhvillohet edhe më tej në të ardhmen, duke u përshtatur gjithnjë më shumë me nevojat e qytetarëve dhe duke u bërë një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme në komunën e Tuzit.